raport me çmimet e produkteve dhe shportit së përditshmërisë, por edhe elementeve e përditshmërisë, por edhe elementeve të tjerë, nëse doni të shfrytëzoni mundësinë të bëni dhe pyetje ekspertit në kontekstin ekonomik për çfarë do lloj qoftë problematika, por fokusin kryesor ta mbajmë sot në këtë çështje. Ndërkohë që Enrico është paraqitur sot me një grafik që tregon dhe statistikat konkrete të ndryshimeve të çmimeve. Çka konsumojmë ne sot në Shqipëri dhe sa i paguajmë, çka konsumohet sot në Europë, në rajon dhe sa paguhet atje. Diferenca është e jashtëzakonshme, po e pasqyrojmë për të qenë më real. Enrico, po, ne do t'i paraqisim tani në ekran, mund ta pasqyrojmë së bashku. Po, të pozicionoheni. Ndryshimet e çmimeve sipas mesatares të kategorive të produkteve. Çmimet në Shqipëri krahasuar me çmimet në BE për 150 produkte eksaktësisht të njëjtë, tregtuar në të njëjtat kompani. Atëherë, ky është një studim i realizuar vitin që kaloi nga kolegu im Ilir Ciko, të cilin e kam edhe kolegë edhe në institucionin e arsimit lartë ku bashkë kontribojmë, dhe ajo që vlerësoj unë te kolegu im që ka bërë të studim është që ai ka marrë parasysh çmimet në Shqipëri dhe çmimet në Evropë krahasuar me pagat në Evropë dhe pagat në Shqipëri. Eksakt. Pra, ai nuk është se ka bërë një krahasim të çmimeve kokë për kokë, po e ka bërë në krahasimin në lidhje me aftësinë blerëse që ka shqiptari dhe aftësinë blerëse që ka evropiani. Po. Dhe kush është më interesante, ndoshta për shembull supozojmë, po e marr shu a priori. Çmimi i sheqerit është njësoj si në Shqipëri dhe në Evropë. Po evropiani e ka rrogën 2.000 euro, shqiptari e ka rrogën 600 euro. Kështu që normal që çmimi i sheqerit në Shqipëri është 3 herë më i lartë se çmimi i sheqerit në Evropë. Po si dhe qoftë prapë edhe nëse bën krahasimet në Shqipëri është për shtrejtë, do ta pasoj. Po jo, unë mora. Ju thoni në raport me rrogën, me të ardhurat. Atëherë, okej, pa u afruar shumë, të lutem që të jemi okay edhe me regjin. Ushqime për bebe. 147% më shumë se Evropa. Që do të thotë, po, ne nuk e kemi këtë industrinë e prodhimit të ushqimeve për fëmijët e vegjël, jo thjesht për bebet, po edhe për fëmijët çik më të rritur. Janë produkte importi, kryesisht janë produkte importi, dhe kuptohet që tani këtu luhet edhe me këtë pjesë që meqense prindit tregojnë kujdes më shumë për fëmijët, do detyrojnë të paguajnë. Enrico, më fal, për qenë i sinqert, pra, tabelat, po themi deri tek pika blu, çmimet në BE. Janë çmimet në Bashkimin Evropian. Për të gjitha kategoritë poshtë, kemi kozmetik, pajisje për banjë, ushqime për kafshë, gjitha me radhë. Ndërkohë pjesa sipër, cilindrat portokalli. Lutem, eja pak më përpara, po ndjes se jemi okay dhe me cilindrat portokalli janë çmimet në Shqipëri. Dhe aty tani do shikoni edhe një vi portokalli. Do shkojë çik afër dhe do kthehen prapë. Kjo vija këtu portokalli. Që është mesatarja e gjithë çmimeve. Pra shikoni tani që pothuajse ushqimet për blegtorin, ato që thamë për bujqësinë, janë 100% më lartë se çmimet evropiane të ushqimit baktive. Pse? Sepse Evropa subvencionon bujqësinë. 107% ushqimet tona, pra ato që thamë, meqense ne importojmë 80% ushqimeve, normal që ato janë çmime, ne nuk i prodhojmë këtu që të bëjmë konkurrencë me industritë evropiane. Edhe sikur të kishim mundësi të bënim konkurrencë, është çështje kapaciteti. Para disa kohësh më kontakton një nga këta biznesmenët që prodhojnë ushqime në Shqipëri dhe më tha më ka kontaktuar një supermarket në Zvicër edhe më kërkon këtë produkt sepse ai mendon që ky produkt është shumë i mirë. Ja kam çuar për analizë, analizat kanë dalë shumë të mira. Po, solli dhe flet analizat, super. Po mirë i thash, ç'a kërkon ai? Ai tha, kërkon një sasi aq të madhe produkti, tha, për rrjetin e vet supermarketeve, sa që unë tha gjithë vitin të prodhoj, tha, atë gjën që do ai, furnizoj vetëm 5 ditë supermarketet. Se nuk arrin dot që ta, e qartë. Po, të jemi dakord. Domethënë jemi në këtë situatë. Të lutem, të mos largohemi se është shumë interesante. Pra, ne kemi disa produkte të ndryshme. Në Europë kapi nivelin të 100% që pra që kemi të barabartë, po themi, pjesa sipër janë çmimet më të shtrenjta në Shqipëri. Për kozmetikën është 57% plus. Për gjithë grupet e produkteve. Për gjithë grupet e produkteve. Marrim me radhë, të lutem, që t'i shpjegojmë. Nëse do t'i referohemi konceptit modern se si duhet jetë shoqëria, shoqëritë klasifikohen nga konsumi i detergjentëve. Dhe ne mund të themi që detergjent 60% më lartë çmimi se
në Evropë. Pra, atëherë që themi qartë, Shqipëria ka detergjentët në çmim 60% më të shtrenjtë se vendet e Bashkimit.